Emocioni veçantë ishte aktiviteti organizuar me rastin e 113 vjetorit të institucionit të prefektit të Qarkut, edhe për ish prefektët që kanë drejtuar në vite të ndryshme, një prej institucioneve më të rëndësishme të shtetit në Vlorë. Për Flamur Mamajn, nuk ishte se si mos të ndieshe mirë në një aktivitet mes kolegësh dhe shumë të ftuarve në këtë aktivitet. Emocioni veçantë dhe për këtë dua të falenderoj prefekten e Qarkut, e cila organizoi këtë aktivitet në kuadër të 113 vjetorit të formimit të shtetit shqiptar dhe të qeverisë shqiptare. Realisht janë emocione të cilat jo vetëm që vjen në institucionin ku ke drejtuar për një kohë të gjatë, por mes kolegësh, punonjës të administratës të ftuar krijon një emocion të veçantë dhe ato që ne kemi në funksion dhe në detyrë për t'i shërbyer qytetarit. Edhe pse ishte për pak muaj në drejtimin e institucionit të prefektit të Qarkut të Vlorës, Vangjel Tavo shprehet se ky institucion ka njerëz profesionistë dhe të nderuar, të cilët janë mësues për të gjithë prefektët që kanë shërbyer në këtë detyrë të lartë. Në fakt është një takim emocionues. Përgëzoj prefekten për idenë e organizimit të këtij takimi me rastin e 113 vjetorit të prefekturës Vlorës. Unë kam pasur fatin e madh që të jem prefekti Vlorës për një periudhë të shkurtër, pasi të qenit prefekt në Vlorë është sigur të jesh prefekti të gjitha prefekturave të Shqipërisë. Kam pasur, sikur se thash, fatin e madh të jem në këtë institucion për pak kohë, të punoj me njerëz të mrekullueshëm, por dhe me profesionistë shumë të nderuar, të cilët më kanë, edhe pse kam përvojë shumë të madhe në administratën politike, ata kanë qenë mësues për mua gjatë gjithë kohës që kam qenë në prefekturën e Vlorës. Një ditë emocionuese ishte edhe për ish prefektin e Qarkut të Vlorës, Kristo Kiço, ky moment i 113 vjetorit të prefekturës së Vlorës. Ishte një emocion i veçantë sot dhe që të jemi sinqert, por mua është një nder i veçantë që të jem një ndër ata 50 gra dhe burra që kanë shërbyer këtij institucioni, që për mendimin tim është institucioni më i rëndësishëm në rang Qarku. Dua ta falenderoj prefekten e re të Qarkut të Vlorës për iniciativën që mori, dhe njëkohësisht të gjithë ata që kanë shërbyer te ky institucion me devotshmëri, me përkushtim për të shërbyer këtij Qarku, që është për mendimin tim edhe për mua personalisht ishte përvoja më e bukur e gjithë karrierës time që kam shërbyer në administratën shtetërore dhe në politikë. Me emocione shprehet edhe ish prefekti Platon Nesturi, i cili u pasua në këtë detyrë nga prefektja aktuale e Qarkut të Vlorës, Evi Sallushi. Ishte një aktivitet vërtet shumë i bukur dhe e përgëzoj dhe përshëndes dhe prefektin detyrë për këtë aktivitet, i cili padyshim i jep një vlerë të shtuar historikut jo vetëm Vlorës, por dhe të prefekturës, i cili në gjatë gjithë historisë shtetit shqiptar ka dhënë kontributin e vetë jo vetëm për këtë rajon, pra në aspekt lokal, por realisht ka pasur dhe ku janë evidentuar edhe sukseset cilat e bëjnë nder Vlorës dhe prefekturës Vlorës.